Ja një imazh. Se na vritet Niko me shishen e ujit. Kemi hallë se na vritet Niko këta, përjashtoj 29 deputet që kanë denoncuar Gysa Gasin, Lubi Ballukun dhe gjithë mafiozët që kanë ata në parlament dhe nuk pranojnë pezullimin e Lubis që ka marrë 300 apartamente si rrushfete për aferat korruptive. Këta janë. Por do doja, nëse është e mundë regjia edhe një imazh të tuaj. Dhe Troplini është e Komisioni Etikës, Troplini aty është Komisioni Etikës do na përjashtojnë ne. Gjatë baftët janë aty do na përjashtojnë. Çfarë ndodhi me Komisionin e Etikës? Ka një shtyrje për të martën apo jo? Sepse ishte në orën 10:30 komisioni për Belinda Ballukun, këshilli i mandateve për Belinda Ballukun, dhe në 29 persona që ishim ne aty, një pjesë e mirë ishin dhe antarë të këtij komisioni. Pra, nuk mundet të liej këshilli për mandateve, se nuk koincidonte koha. Tani, ato skena që ne pam në seancë, ja për shembull, me Flakadan Belind Këlliçi, shikoni si jeni ju, zoti Koreshi që duket i dëmtuar, nuk e di, pati probleme me këmbët, nuk e di nëse është... Gjithë patëm probleme, Por ishte protagonist kryesor. E kishe menduar këtë pamje, këtë situatë, këtë përballje me Gardën, këtë... Ishte i gjithë grupi parlamentar për vërtetës që ishim shumë të qartë, që nuk mund të vazhdojmë më gjë në një normalitet të po vidhet çdo cent i Shqipërisë, po vidhet çdo cent i shqiptarëve dhe nuk ka më kuptim të diskutosh. Këta janë terrorista. Këta janë terrorista politik. Nuk është qeveri, është organizat kriminale. Domethënë ne nuk mund të vazhdojmë diskutimin sikur jemi në një ditë normale. Ose nëse e bëjmë një gjë të tillë, më mirë mos bëjmë as sikur bëjmë emisione, as sikur bëjmë debate, po thjesht të heshtim dhe le të kalojmë edhe një herë tjetër në diktaturë. Sepse nuk ka më sens logjik dhe kuptim që ti të shkosh dhe të sillesh atje sikur je në një parlament normal. Si do më çohet, çfarë të diskutojmë me ministren, zëvendës kryeministrën kur ajo del me 300 apartamente. Më thoni ju çfarë fushate, çfarë zgjedhjesh të lira ndeshur mund të kesh këtu, kur pushtetarët kanë mbledhur aq shumë para sa vetëm shishe vere i kanë nga 3 milion euro. Lërë që pasurit të tjera kanë. Kur shishet e verës janë 3 milion euro, vetëm mund të imagjinohet për çështje tjera. Kur, domethënë Balluku mund të blej vota jo me para, po me apartamente. Aq apartamente ka. Pra, është një çmenduri, nuk ka më sens logjik. Tu flasim që kjo është një pushtet i kapur, është një qeveri e rënë, nuk largohet sepse ka frikë se shkon në burg, atëherë na takon të arrozojmë. Tani kjo pamje që është këtu, do të zhvendoset në bulevard mendoni? E kam fjalën për nga tensioni, për nga revolta, për nga sepse këtu ishin deputetët e mazhorancës, ministrat ishte dhe garda. Unë po vi për revolt në protest. Në protest. Unë po vi për revolt. Nuk po vi as që ti çoj mesazhe, se s'kam çfarë mesazhi ti çoj më. Mesazhet ja ka çuar drejtësia. Kur themi revolt, çfarë? Tension, akte që mund të... Unë kërkoj largimin e pushtetit. Kërkoj largimin e pushtetit. Keni kërkoni këtë, zoti Balliu, por çfarë do të sjellë ndryshe kjo protestë? Kjo është pyetja e gjithëve. Kemi patur deri dje që në moment që ne dilnim në protestë dhe i thonim këto, që po themi edhe sot, se ne i kemi ditur më përpara, ju i keni denoncuar më përpara, po sot janë të faktuara, sot janë në dosje, sot janë të faktuara, sot nuk kam më vend për pikpyetje. Tani ka vend për aksion. Në këtë aspekt, jam i justifikuar unë dhe çdo shqiptar tjetër, që një njeri që po na vjedh, të ikë. Që një qeveri që vjedh, të ikë. Kush do ta heqi? Kush do ta bëjë që të ikë? Drejtësia, protestat, opozita, si mendoj që drejtësia po kryen punën, por në një vend ku pushteti kërkon të marrë kompetencat e drejtësisë, drejtësia dhe ligji ka nevojë dhe për qytetarët. Se sovranin fund të ditës janë qytetarët. Aktualisht është skap apo spak për ju? Nuk ka asnjë diskutim dhe kemi qenë në mos gaboj në radhën e fundit bashk dhe u kam thënë që skapi i partisë, që janë segmentet më të strukturuara njësoj si sigurimi i shtetit, që kanë për qëllim ku çdo që denoncon të godas, vazhdon të jetë në ato institucione dhe pengojnë pikërisht këto sulme. Nuk mundet të mohojmë që në muajt e fundit kanë ndryshime thelbësore në SPAK. Qoftë edhe për ndryshimin e kryetarit SPAK-ut, por jo vetëm. Ju ftoj të ndiqni një lajm i cili nga gjithë mediat e pushtetit është kërkuar të zhduket që është qasja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me firmën e presidentit Trump në lidhje me korrupsionin në Ballkanin Perëndimor.
që ka kërkuar masa dhe një aksion të drejt për drejt, nëse e doni unë e kam këtu dhe mund t'ja u dërgoj, është një aksion i drejt për drejt i Shteteve të Bashkuara në lidhje me korrupsionin në Ballkanin Perëndimor. Atë drejtësi amerikane dhe të vërtet dhe të sinqert, Partia Demokratike do ta mbrojë në maksimum dhe ftoj çdo qytetar shqiptar që ta mbrojë luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor.